Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë për gjithçka. Dhe mbi të gjitha falenderojmë për ndërimin dhe lartimin dhe begatinë dhe për kujdesin më të madhe udhëzimin tonë Islam. Paqja dhe bekimi të madh i Zotit qoftë me krejt profetët Muhammedin alayhis salatu wassalam, shokët e tij besnik, familja e tij e nderuar, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë me gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të përsosur të bekuar deri në ditën e fundit, ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën e madhe, e të rëndësishme, sunnatullah, tradita e Allahut ose sjellja e Allahut me shoqërinë njerëzore, në varësi të bindjes dhe mosbindjes, ose me fjalë tjera siç e kemi thënë, ndryshueshmëria e gjendjeve gjendjes njerëzisë, sipas lidhjes shkak pasojë që ka përcaktuar Imam i Zotit. Jemi akoma në temën që ka të bëjë me zullumin, me padrejtësinë, dhe jemi në fund kësaj teme. Lutim Allahun na jap dobi me gjithë ditunitë që na ka dhuruar. Thamë që Allahu për mandit vet ka premtuar që do t'i shkatërrojë zullumqtarët, padrejtët. Allahu ka premtuar që padrejtët janë të zhduar, domethënë nuk shpëtojnë kurrë. Pra janë të dënuar. Allahu nga ligjet tjera të madh i Zot është që padrejtësia don reagimin e vet prej besimtarëve. Patjetër, dhe radhën e kaluar sqaruam 3 gradë të reagimit. Unë po i përsëris shkurtimisht. E para e kemi ndaluar me të heshtim ndaj padrejtësisë. E dyta, mos anojmë mos marrim anën nga të padrejtit, dhe sqarova me detaje çdo kuptimi ka ky ajet Kurani. Do ta përsërisim prap. Dhe grada më e rëndë ose faji më i rëndë i besimtarëve është bashkëpunimi me të padrejtët për të bërë padrejtësi. Me bashkëpunëtor apo ndihmëtar, ndihmës i padrejtëve kur bëjnë padrejtësi. Thuaj si dush, dash bashkëpunëtor, dash ndihmëtar. Por bashkëpunëtor është zullumqari vet, ama që ndihma nganjëherë mund të jetë turbull, mund të jetë si gjys pa dashje, mund të jetë indirekte, nuk mund të jetë drejt për drejt. Por ama quhesh ndihmës i padrejtit në padrejtësinë e vet. Atëherë xhamati musliman, familja e madhe e Islamit, dhe veçanë ato që kanë marrë përsipër thirrjen islame, domethënë të gjithë muslimanët kanë për detyrë me ftu njerëzit në Islam. Të gjithë muslimanët kudo që janë botë kanë për detyrë që t'i shërbejnë kësaj feje, t'i shërbejnë Islamit. Po dikush i ka mundësi të më edhe aftësitë më të shumta dhe më të thelluara. Atëherë ky xhamati musliman, pra bashkësia islame, në përgjithësi ajo bashkësia islame shqiptare, flas familja e madhe e imanit e besimit, në lidhje me këtë traditë hyjnore, pra që zullumi padrejtësia është e dënuar, nuk do shpëtojnë. Çfarë detyre kemi ne? Rallë e kaluar tham që Allahu përmendni të vet na parlajmëron në Kur'an, wala tarkanu ila alladhina zalamu. Dhe mos anoni ke ato të cilët bën padrejtësi. Edhe shpjegojmë, bën padrejtësi nuk është 100% i padrejtë. Pra mos anoni, ama kur thot zalimin, zullumqtarët, padrejtët, kjo është gradë më e keqe. Është më poshtër. Kur Allahu thot mos anoni, pra jo bashkëpunimi është shumë i rëndë, po as mos anoni, dhe e shpjegum që do më thonë me anu këto. Që bëjnë padrejtësi, pra i pjesë tjetës vetë e kanë padrejtësi. Fatamessakum an-nar, Zoti na ruaj, do t'ju preki ju zjarri, pra jeni dënuar bashkë me ato. Meno po t'jesh bashkëpunëtor, meno po t'i ndihmosh, meno në padrejtësi, meno që këta nosh ato që janë 100% zullumqtar, janë të qartë fare,
Dhe më thonë se e kanë shkruar me ballë që janë zullumqarë. Kjo është më e rëndë. Atëherë, reagimi, qëndrimi i muslimanëve para padrejtisë dhe të padrejtëve ka shumë ajete Kur'an. A çfarë thotë Imam Zot një nga ato? Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dhe tjetë për ju është një ymet, pra krejt ymeti. Ka dhe kuptimin tjetë për çdo grup njerëzish ca të zgjedhur, ose të veçuar për këtë përpjekje. Çfarë ymeti do të më qenë? Yad'una ila al-khayri. Kjo është urdhër i përgjithshëm. Që ftojnë për ke hajri, ftojnë për ke e mira. Çfarë është e mirë në Islam? Krejt muslimanë do të ftojnë për ke e mira. Dhe e veçon wa ya'muruna bil ma'ruf, urdhënojnë për mirë, wa yanhauna 'anil munkar, dhe ndalojnë nga e keqja, ndalojnë nga e keqja. Dhe më e ndyra Zoti ju në rovë tjërë. Dhe më e poshta dhe më fatkeqja, ose dëmsjellësja e padrejtësive është padrejtësia, e kemi thonë, e pushtetarëve. Sa ai që ka pushtet, ai ka shumë më forcë se tjerët, është i organizuar në forcën e vet dhe në levat e veta, dhe domin e ka edhe më të madh. Plus që shtorë edhe njerëzit. Dhe bëhet edhe më e vështirë eliminimi i padrejtësisë dhe kthimi i drejtësisë, ose vërtetësia e drejtësisë. Këtë ajet Kurani më me detaje shpjegon profeti alayhis salatu selam një rast që është përmbledhës, nuk po i bim gjatë. Ai, nëse dikush nga ju shikon ndonjë padrejtësi ose të injoruar nga Islami, pra që injorohet si punë e mirë, pra nuk njihet si punë e mirë, pra punë e keqe, ta ndaloj atë me dorë, ta ndaloj me dorë. Kur shef një padrejtësi, punë të keqe, dhe nëse nuk ka mundësi, ta ndaloj me fjalë. Dhe nëse nuk ka mundësi, me zemër, por kjo është më e dobta e imanit. Me gradë. Fjala më e dobta e imanit është kur njeriu dihet që në pamundësi ose kur është përballet me rrezik dhe ka pasoja, kur e lufton pa drejtën, siç ka qenë kod komunizmit, po edhe sot në raste të caktuara. Sot shohim përballje gjeopolitike shumë mëdha, për shembull masakra bëhen në Palestinë. Asnjë sankcion nuk bëhet nga vendet islamike, fare. S'ka vend islamik që të bëjë sankcion. I vetmi ka dalë Spanja, kush mund të jetë një tjetër. Shturpi bollë s'ka ndodhur kurrë në historinë e Islamit. Mund të ketë ndodhur një principat këtu, një atje siç kanë ndodhur në kohët kryqëzatave para se të vi Salahuddin Ejubi, edhe gjatë kohës Salahuddin Ejubit. Po jo shumica dërmuese e muslimanëve, s'ka bëu aki kurrë në historinë e Islamit. Kurrë. Sot nuk gjej një dali, burrnisht për një drejtë mëdha kundër masakrave. Sa ka si këto tjera që janë me përmasa të vogla. Vetëm këto shtete bëhen padrejtësina. Fillon nga veriu i Afrikës e til ku dush. Ka raste sot që është e rrezikshme, po përballja. Ka pasoja, dhe paguash një faturë, po. Ja, ke shtetet si Spanja janë të paguajë ca fatura, sepse ka kundërpërgjigje. Po më ato, edhe pse janë të krishterë, konceptin e drejtës në këtë rast, e kanë të qartë dhe janë të vendosë. Pra, fjala e pejgamberit alayhis salatu selam, nëse s'ka mundësi ta përballoj pasojat që të vinë nga kundër përgjigja e robit keqe, e të padrejtit, e zullumqarit. Po këtu pse thotë që nëse nuk ka mundësi ta ndaloj edhe me gojë, me zemër, për kjo më e dobta e imanit. Pse? Sepse ka njerëz që e dinë që edhe mund të ekzekutohen, edhe mund të vriten, edhe mund të kenë goditje ekonomike, mund të kenë pasoja tjera, prap e thonë vërtetën. Jo, sot jemi gjuajë në shtet demokratik, ka njerëz që hiqin nga puna se kanë thonë vërtetën.
hiqin nga posti, qoftë i madh, qoftë i vogël, se thonë vërtetën. Domethënë, kjo më e dobta e imanit. Flasim për qëndrim musliman. Pse qëndrim musliman? Sepse muslimani i bë veprat për hir të Zotit. Po mirë, ka drejt nga ato që janë besimtar, po më lidhje me i ligj, me i parim, me i rregull. Ajo është i drejt, e kemi shpjeguar. Allahu nuk e shkatërron vendbanimin e një populli për shkak të mohimit tyne, që mohin Zotin, para që kosa ato janë punë mirë, pra janë të drejtë, janë gjithësoj para ligjit, të zbatojnë ligjin për gjithësoj, nuk i shkatërron. A më po u bashku, si ke populli Nuhut, ke populli Salihut, populli tjetër që janë shkatërron, janë bashku dy gjëra. Kanë qenë popull të padrejtë me Zotin, mohus, dhe ka qenë mizor me njerëzit, marrëdhënie ndërnjerëzore kanë bashku të tyja. Atëherë i ka rrafshu. Kalim një pikë tjetër. Ajo që duhet kenë parasysh se s'do ta harrojnë kur besimtarët musliman, lidhje me qëndrimin ndaj padrejtësisë. Fjala e profetit alayhis salatu selam është e qartë. Duhet ta ketë parasysh ku jeton. Ku jeton. Si themi në Shqip, do të heci me kom tokë. Dhe si ta kuptoj që po e shikon realitetin si duhet, po e vërtet me kom tokë, duhet të di që një grup, një xhamat, një bashkësi muslimanësh që janë vendosur në rrugën e Zotit, duan të përhapin të mirën, fenë e Zotit, janë më të fortë se një individ. Pa më janë më dobët se sa pushteti, se sa shteti ku jetojnë. Nëse shteti është zullumqar. Ka do ta kenë të qartë. Nuk mund të bosh trimin kot. Nuk mund të mosh përsipër gjëra që si po dot aq më tepër që një hap përpara mund të çojë 20 mrapa dhe mund ta ndërpresi fare përpjekjen për ta hap fenë e Zotit dhe mirësinë dhe drejtësinë. Do të bosh përsipër aq sa ke mundësi dhe nuk i bën dëm për hapjes mirësisë dhe drejtësisë. Pra je gjithmonë më i fortë se nëse je bashkë, je për qëllim të lartë, je lidhur siç duhet sinqerisht me Zotin, je më i fortë se një individ. Pa mo, je më i dobët se shteti normal. Atëherë vepro para punës, pa hym gjinof. Domethënë qysh që sjellja me njerëzit, mënyra e komunikimit, edukata, s'do të cënohet kurse si. Pra, para punës nuk do të shkel parimet e të mollës Zot. Morali Islam, gjatë veprimtarisë, gjatë përpjekjes për ta çuar drejtësinë në vend, për ta mbrojtur drejtën. Dhe vepro aq sa hapësirë ke, pa rreziku veten edhe të tjerët. Dhe kur them veten edhe të tjerët, pa rreziku ecurinë dhe vazhdimsinë e përpjekjes për mirë, për të përhapë mira, për të përhapë e drejta. Radhën e kaluam me thamë ajetin e Kuranit, pra e shpjeguam me detaje që dhe mos anoni, mos keni tendenca ka atyne që bën padrejtësi. Sepse do ju prekë zjarri. Unë po përsërisoj sa pika që të kemi edhe që të kuptimi ka këtë Kurani. Pra, e para punës mos u hutoni para padrejtësive. Mos i zbukuroni atë që është e padrejta, zbukuroni. Aq më tepër mos i justifikoni padrejtësitë e të padrejtëve. Mos i aq më tepër, më keq, është kur je i kënaq me padrejtësinë. Je i kënaq, jo thjesht bie dakord. Po je i kënaq me padrejtësinë. Atë që është mbartës dhe vepruesi i padrejtës, mos e vlerëso, aq më tepër kur e madhëron. Pra, i fol njerëzve që kjo kështu, kjo ashtu, duke i dhënë vlera, ndërkohë që i bën padrejtësi, qoftë individ, qoftë pushtetar. Se ne shpesh e kemi smundje, fajin e ka gjithmonë shteti, kanë fajin e sa dush. Shteti ai gjon pushtet se shteti është koncept, po pushtetarët ose çdo kabinet që udhëheq i vendit nuk i bën padrejtësitë vetëm. Sikurse një që është pozitiv
nuk i bën punë të mira vetëm. Ka leva, ka njerëz, ka një popullat që i bën edhe të mira, Zotin e dhon, edhe të këqija Zotin e rrit. Pra kur flitet mos anoni ka ato që as mos rrini me ato, as mos u shoqënoni me ato. Aq më tepër kur janë njerëz të veçuar për ta përhap fesë, siç janë mësues të fesë, siç janë imamllarët, hoxhallarët. Nuk do t'i lëpien pushtetarëve, nuk do t'i rrinë mrapa si bisht pushtetarëve. Nuk do të më shku para mrapa siç ka ndodhur shpesh. Qa kanë pas kanë naivitetit, qa kanë qenë, se me gjithë kanë qenë servila, kanë qenë sahan lëpyrës, ose kanë pas hipokrizimet vete. Unë njoh plot që ashtu e kanë kuptu, më thonë aq koncept kanë pas, dhe se kanë kursy vetëm të morë pjesë edhe në për mitingje, në për ashtu në fund fara kanë morë, sidomos po flas për Shqipërinë, e kanë morë vesh që ka qenë një tradhti e madhe. Qoftë ato të krahët djathtë, qoftë ato të krahët majtë. Njëkuj ke rezultatet sot Shqipërinë. Pra, ka qenë vakfi islamik, pronat e institucionit muslimanëve kanë qenë pronari i dytë mas shtetin Kozovët. Tash kanë ngel duke lyp shteteve të huaja, shoqatave për të marrë institucionin. Dhe po e marrin me zor, po e marrin me soron. Po rezultati i kësaj lloji demokracie, më tradhti pafund. Pra kjo e netmja, kjo e gjëmumja mrape, kjo, të më thonë, ky shoqërim me të harme me të pime, duke i shku mrapa pushtetarë, flas kur janë zullumqar, kur janë pa drejt. So, ka vene që janë pushtetarë të mirë, dhe më thonë janë nderuar, janë sinqert, etj. Po sot jemi me i kohë që zorë se i qanë. Mund të ketë tek tuk, për zorë se i qanë. S'po flasë për Shqipërinë. Shqipënia është po kongres, shejton, që u vëbila. Flasë edhe për vende tjera, që janë arabisht folës, që qenë Kuranin me gjuhën e nonës, e majnë vetëm për muslimanë, etj. Kur ato krerët e thirrjes islame, sidomos prisit fetar, kur i lëpien, i shkojnë mrapa pushtetarëve, aq më tepër kur këto pushtetarë bëjnë padrejtësi, ndoshta janë 100% pa fe ose të pa drejt, edhe pse hiqen muslimanë. Kjo e para punës taktikisht ndikon ke popullata, ke njerëzit. Pse? Sepse njeriu në natyrën e vet është i mbrojtur në atë mënyrë që personi që rrin me të keqin, vetiu i përlyet figura dhe fut dyshime ke ato. Dhe për rrjedhoj, do t'i folësh për fenë e Zotit, nuk ngjan më. Kjo është rezultati. Dhe është fakt, këtë shohim për ditë. Një hoxhi mirë pa bojgjo, dikush hulli gur, isa janë shpif, dhe fillojnë i pjesë njerëzve se ngjojnë më. Nuk i se bën fjalë edhe po ngjojnë. Aq më tepër kur një thirrës, një mësues fe, një prijes muslimansh, është i tillë Zoti, na ruaj dhe Zoti pastrof rradhë tonë nga çdo hipokrizie, nga çdo servilizmi, nga çdo lloj tradhtie. Aq më tepër që çdo i zëvën fjala kur t'i folin masës, kur t'i folin njerëzve. Mund të jetë dietar sa dush. Sepse shembulli i keq ke prijesi ndikon shumë për keq. Ndikon ke një musliman i zakonshëm, aq më tepër kur është prijes fetar. Zoti na ruaj. Ka raste që përjashtohen, po do të rkazesh në dyert e një institucioni, po për interes, po për të kërkuar një drejt, normal që do përzihesh me atë që është në punës e asaj çështje, që ta kanë asaj çështje. Ka raste që do bësh i kërkesë, ka raste që do bashkëpunosh për të mirë. Edhe kjo e kufizuar. Pa ja leju pushtetarit poshtrimin e figurës tate, poshtrimin e muslimanëve dhe të luajë me fenë e muslimanëve. Pa asnjë lloj kushti që cënon deformimin e fesë. Për shembull, shumë na kanë thonë që ju hoxhallarët, ju duhet i bindeni në të parëve, sepse kjo është në Kur'an. Jo, nuk është në Kur'an. Kur'an është urdhni, o ju të cilët keni besu, binduni Allahut, binduni dërgumit dhe të parëve të çështjes prej jush. U heqve tuaj.
prej jush, prej besimtarëve, që janë merituar për të qenë përjes muslimanëve, sepse vjen fjala prej jush. Për këtë ka histori. Në Algjeri më duket ose Marok, në Tunizi, ka ato vendet atje. Ishi kurs Kurani. Mësuesi Kuranit që mësonte fëmijët me mësu hifz pra Kuranin përmend që ishte i verbër. Në atë kohë, mos i kishte vite Franca që i kishte pushtu Algjeria. Po, ka qenë Algjeria. Kishte pushtu Algjerin, bën dhuratë popullit algjerian një tirazh me shifër marramendse të botimit Kuranit, botim luksos, të bukur. Edhe ribotimi i Kuranit ishte 100% si një Kuran i vërtet, pra i pandryshum, kishin heq vetëm shprehjen prej jush, pra o ju të cilët keni besu, ndiqni Allahun, ndiqni dërgumin dhe të parat, pra të parat e pushtetit. Ishte qeveri kukull, ishte qeveri pushtuese. Kur e thot pjesën përmend që nxënësi, ky mësuesi vet ja korrigjon prej jush, unë po them shqip, minkum, prej jush, pra prej besimtarëve, pra prizve besimtar, me plot kuptimin e fjalës besimtar. Nxënësi e kishim lexuar libër, se ishte kjo dhurata francezëve. Dhe prapë nxënësi e përsërit ajetin pa këtë top fjalësh prej jush. Mërzitet. Mësuesi edhe ishte i verbër, po e kishte mësuar Kuranin, ishte hafiz Kuranin. Trajtohet si çështje, i thot nxënësi, është kështu e shkruajtur. Jo, thot s'ka mundësi. Del çështja edhe ke mësues tjerë, përfundimi as zbulohen që për politikë, për të shku ujin mullitëve të Francës si pushtuese, bashkë me ato pushtetar qeverisë kukull që kishte vu po Franca, e kishin heq këtë pjesë Kuran. Dhe më thonë, ndryshimi fesë, ka njerëz që, dhe më thonë, këtë koncept e kanë problem. Nuk merret hoxha me politikë, si që thonë edhe këto tonët, kur si interesa këtyne. Jo, hoxha nuk merret me politikanë, dhe me kuptimin që nuk ndryshon fen, por interes politikanëve. Feja është ajo që është. Çdo person e ka për detyrë ta sqarojë të vërtetën, ta ndajë drejtën nga pa drejta, vërtetën nga mashtrimi, një zakonshëm, një flasim për një musliman zakonshëm, aq më tepër ai që është mësues feje, ka përgjegjësinë më të madhe. Pse 4 imamlarë dhe mëdhëbeve të ehlus sunetit, që ka rrymë sa dush, siç kemi këtë të fundit që ka përhap Britania me gjuhën persik që në ka arnar të kënene, ka më bëtë njën lëmsh, që duke servilizmi edhe në gjuhën persik edhe ke këto tanë këtu. I pjesë o gjallarve këtu, që i kanë alu gjemodin me morë pjesë në protest. Kanë dhanë fetfa. Përgjithësia është për të gjithë. Si që e ka jo? Unë thash, që modeli më i bukur cili është? 4 imamlarët, Ebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafiu, Ahmed ibn Hanbel. Të 4 këto janë burgosë dhe janë torturu. Pse e boni Zoti që këto 4 imamlarë të kalojnë gjithë prova, si garanci që këto nuk janë servilos pushtetarëve të vetë kur ka qenë puna për të deformu fenë. Garanci për Allah. Sepse këto janë përçus, sqarues të fesë. Këto janë dietarët më dhe ka dhe tjerë. Të gjithë Ebu Hanifja u burgos o torturu. Imam Maliku u burgos o torturu dhe më fort. Imam Shafiu i qik më pak. Imam Ahmed ibn Hanbel, Zoti qoftë i kënaqur për të gjithë, u burgos o torturu dhe më shumë. Pse? Këto njerëz nuk ju bindën pushtetarëve ajo pjesë që ka të bëjë me deformimin e fesë. E vërteta është e vërtetë. Sprova e madhe e kujt në kohën e Imam Shafiut pak edhe Imam Ahmedit ibn Hanbelit ishte që ishte grupi sekti i rrezikshëm i Mu'tazilijeve që thanë që Kurani është i krijuar. Kurani është fjala e Allahut. Fjala e Allahut është cilësia e tij, nuk ka Allahu s'ka cilësi të krijuar, se i bën me qenë Allahu krijes, jo krijues. Hynë edhe në pushtet, infektuan edhe pushtetarët ky sekt, dhe donin ta përhapnin këtë sekt, dhe
do është në bonin shembull, çfarë Imam Ahmedin, edhe i rast pak më parë, po shumë pak, Imam Shafiun, Zoti qoftë i kënaqur për të gjithëve. Allahu çfarë boni? I sakrifikoi këto njerëz sjell. Që ti tregoj muslimanëve që e para nuk deformohet feja. Unë i shërbej pushtetarit për atë që është e drejtë. E ftoj krejt xhamatin, krejt musliman, kur bindem mirë për i thirrje që mund bëj shteti, që është vërtet e mirë dhe e drejtë. Po do ta kundërshtoj deri në fund, sa të kem takat për të mëllë Zot, për atë që është e pa drejtë. Edhe do t'ja tregoj edhe tjerëve, e kam për detyrë t'ja sqaroj. Për atë që është e pa drejtë, që o tradhti e tjerë. Dhe pa vërtet e pa drejtë. Kjo kuptimi i asaj që nuk që është përhap, nuk merret feja me politikë. Po, s'merret feja me politikë, ti shërbej politikës. Feja, do të thonë fetarët, njerëzit fetar, krerët. Na i shërbejmë fesë dhe i bindemi pushtetarit, siç ka thonë profeti alayhis salatu wassalam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, nuk ka bindje për krijesën në kundërshti të krijuesit. Në kundërshti të krijuesit. Pra, edhe musliman me qenë i pari, edhe me 5 vakte me qenë, o me qenë i përkushtuar, nëse jep një urdhër, i bindem, ornas i orna. Nëse jep një urdhër që është e qartë që është kundërshtim me fen, atëherë ke kjo pika, ke ky urdhër, nuk të bindem. Musliman këtu mos u bindi. Po kjo është qëndrimi në lidhje me pushtetin. Dalim ke i pikë tjetër. Musliman përgjithësi, edhe ata që janë të veçuar si aktivist për të përhap feja, për të përhap fjala e Zotit, e ka për detyrë që fillon me vetën e vet, me familjen e vet, dhe me të gjithë tjerët, t'i bëjnë syçel dhe të jenë sqarues e para punës për qëndrimin, për këtë që tham, për qëndrimin që do të ketë muslimani ndaj të padrejtës. Do të jenë sqarues edhe për shkaqet që e çojnë një pushtetar ose po flasim këtu për pushtetarët. Ke padrejtësia, ke zullumi. Aty është edhe profilaksia, aty është nëse ka rast munja, pra nëse ka fillu të hypin pushtet padrejtësia, duhet me ju kthy mësimeve të fesë, me qenë syçel, i kemi mësuar. E përgjithshme është që pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë, si t'jeni ashtu ju vedhet mbi krye. Pa si t'jetë popullat, ashtu ju vedhet mbi krye. Ose rast tjetër thotë profeti alayhis salatu wassalam, sa janë 5 gjëra që sjellin 5 gjëra që ju lut Allahun mos i vin kurrë. Sa herët përhapet immoraliteti, do të bëhet hapas, do vinë pandemi, epidemi, panigjume të pashërueshme. Sa herë që ai që ka të bëjë me këtë tonë, me këtë temë. Sa herë që një popull do të hyjnë në hak njëri tjetrit, Allahu do i vështirësojë jetesën dhe do i çojë çfarë pushtetar mizor, çfarë do të thonë mizor, zonë qartë pa drejtë të dhunshëm. Ja ku e ke. Domethënë, ty me dy fjalë, neve si musliman, na ka shëruar profeti alayhis salatu wassalam shkaqet pse vjen pushtetari mizor, vjen nga padrejtësia, nga ignoranca dhe padrejtësia e popullatës. Atëherë puno fort këtu. Puno fort këtu. Si ti kërkon drejtësi, e më vetëm për musliman, nuk do me ditë fare se çfarë detyrimi ke ndaj Zotit. Nuk do me ditë fare se çfarë detyrimi ke ndaj robërit e Zotit. Fillon me detyrat e muslimanit, me komshiun, me farafisin, me nënën, me babë, me vllajën, me motër. Detyrimet që ka ai jo pasanik për lidhje me zakatin. Mos edhe aty ka padrejtësi, zakati, pjesa e zakatit nuk ka jote, jo e fukareve. Është teprisë e pasurisë tate, do të ndash. Edhe deri ke padrejtësitë që bëhen me vetdije, deri ke shtypja e gardit, deri ke falsifikimi letrave të pronësisë, tokës ose shtëpisë, çfarë mund të jetë. Deri ke tradhtinat që bëjnë biznesmenët me njëri tjetrin, ortakërit.
ortakët me njëri tjetrin. O shumë e qartë. Përhap drejtësinë, si përhap drejtësia nëpërmjet fesë, është pjesë e fesë, me qenë drejt dhe me luftut pa drejtën. Pra, ai pushtetari atë që është sipër, nuk ka arë vetë nga padrejtësia e përhapur mes njerëzve. Tek e funit është logjik që e tham. Mund t'i bëjë gjitha këto padrejtësi vetë kurrën e kurrë, sa do i egër tje, sa do i fort. I ka bën me këto njerëz. Këto njerëz ku i gjeti këtu. I rriti, i kultivoi, dakord. E ka gjunofin, e ka fajin, s'ka ku shko dhe paguaj ke imovi Zot. Ai me gjithë bashkëpunëtorët e vet. Po flasim për nivelin e muslimanit, po i flasim vetës tonë. E mësove, nuk ka nevojë për shumë emisione televizive, për shumë analista, unë njëra duke e përsërit, kam vite që e përsëris. Shkaku i pushtetarit mizorët pa drejt, edhe i vështirësisë jetesës. Vjekë padrejtësia që kanë njerëzit me njëri tjetrin. Kur ja keme hire vllajtat, komshiut, kushërinit, shokut, ortakut, nuk t'ka ardhë kryeministri, apo ministri, apo shefi policisë, apo kryetari i gjykatës, apo prokurori, s'ka me pistolet mas kokës që boj ti padrejtësia tit. Boj hire ti atit. Futi stërkam të njënit këtu, tradhoje tjetrin atje, ja. Të i kemi po vetë. Po kjo s'do të thotë që nga qohë ky shkaku, ai që on pushtet s'ka faj, edhe s'do të me kundërshtu. Jo më vlla, bëhu sqaruese para punës, ke nivelet më të ulta, fillon me familjen tënde, fillon me veten, duke sqaruar shkakun pse vjen ajo, pastaj duke punu që për të rrënjos feja dhe mëna fesë drejtësia. Dhe vazhdo edhe me atë që o më nalt, sa të kesh takatin, sa të japi Allahu mundësi dhe forcë. Tek e funit, as ato nuk e kanë pronë shtetin që u heqin, nuk kanë as pronë, nuk janë sklavë për nërë që ta kenë pronë neve, popullatën, këtë vend ose në vende tjera, dhe ne kur nuk do ta pranojmë që jemi pronë atyne. Janë thjesht shërbëtor të shteti ose kësaj popullate në atë post. Dhe ne të gjithë do ta njihim veten shërbëtor njerëzisë në përgjithësi, sidomos islamit dhe të muslimanëve. Ka justifikime. Për shembull, janë vendin tonë, vende të tjera, që janë me shumicë dërmuese muslimane, janë arab. Atë frikën, atë paburninë e vet, forcën e dobët morale që kanë për të ndrejtë, për ta luftuar pa drejtën, e justifikojnë me atë, edhe të parë tonë musliman janë. Po më musliman, po kur ai e bën me fakte, e vërteton me fakte, që të po tradhto ty, po tradhto Islamin, po tradhto musliman, ose jo kaq shumë keq, jo kaq keq, kaq poshtërsisht. Po me e ma veten më musliman, del të na për televizionin të fal baromin ose xhimonin, se çfarë mund të jetë, dhe pastaj jep direktiva shtetit që bin desh katër sipërisht me Islam. O nga ignoranca, ose nga burrasakëria, ose niveli i ulët, shumë musliman, ne kemi jetu në vende me popullat arabo-islame, shohim edhe në përlajme dhe qëndrimesh. Domthonë, shkaku i parë i smundjes është ignoranca, s'njeh fen. Domthonë, këto ligje, po e përsëris edhe herë atë që tham ke parathënia. Sunnetullah, kjo temë, tradita e Allahut, kanë thonë dietarët kur perandoria e fundit islame, perandoria osmane. Domethënë, mësimi i parë ishte, ose thirrja e parë ishte që burri çohet aty kur ka rrezu për të vazhduar rrugën, ose nuk është i dështuar ai që rrezohet, po ai që kur rrezohet nuk ngrihet për ta vazhduar rrugën. Çau rrezu, gjithmonë rrezu shteti. U rrezu porta lart, jo, nuk rrezu porta lart. Kishte shumë kohë që ishte rrezu karakteri i muslimanit, nuk ishin më muslimanë ato që kishin qenë përpara. Pa i popull. Ja shiko popullin tonë, na njëkën e qenë. Nuk i u rrezu pra burri, u rrezu virtyti i besimtarit vërtet, cilësitë e besimtarit vërtet. Aty u rrezum, aty jemi rrezu.
Aty duhet të qohemi, pra aty duhet të punojmë me veten edhe me tjerët. Dhe nuk pra në Islam ne kemi thënë shpesh, nuk është për synim ndërtimi i banesës, me tulla, me allaç, me gura, me beton. Në Islam përparësi ka ndërtimi i njeriut, tjerat bëhen mbrapa. Se ti mund, jemi në kulmin e ndërtimit sot, dhe inxhinierisë dhe arkitekturës, në të kundërtën e këtij zhvillimi, këtij lartimi material, ke rënien shpirtërore dhe morale të ummetit. Bëhen gara për haram, me parat, me riskun, me furnizimin e Allahut, me mirësitë e Allahut, bëhen gara për të duk me shpenzime marramense, ndërkohë që ka vende si Somalia që vdesin nga uria, ose gaz, ose në vend tjetër. Problemi është ke vetje, fillon ke vetje. Edhe i herë, kjo s'do të thotë që mbrenda mundësive që ke, mos me kundërshtu padrejtësinë, kushdo që më qenë. Kushdo që më qenë. S'duhen harru të dyja. Sepse zullumqtarët, faraonët, këto të fortit në thojsa, janë të fortë dhe janë faraon, kur populli fillon të ngjaj Beni Israilve që kundërshtonin Musën, profetin e Zotit, dhe vran profet, kur bëhen si populli i Egjiptit që e qunin faraonin për Zot, pra kalojnë bestytni të kota, largohen nga feja e Zotit dhe në llumin, në moçarin e knetës së padrejtësisë ndjehen rahat. Ndjehen rahat, mësohen me atë dhe nuk luajnë më venin. Derisa të zhyten krejt mrena, aty hajnë krokodilat dhe kush mund t'i hajë, ose të kalben aty. Ja do të me lëviz. Do të me lëviz, për lëvizja e parë fillo ke mene, ke zemrë. Ajo që thamë, e lusim Allahun, të na mësoj atë që nuk e dimë dhe të na shtoj ditunin, na jap dobi nga ditunia që na dhuron, na ruaj nga ditunia që nuk ka dobi, na ruaj nga ajo zemrë që nuk bindet dhe nuk i përgjërohet mallnisti, nga nefsi që s'ngopet. Na ruaj nga veprat për të cilave nuk kënaqet dhe nga lutjet që nuk kanë përgjigje. Allahu lartoft Islamin dhe musliman. Allahu na nderoft me të qenurit besimtar të vërtet. Na plotësoft me virtytet e larta pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu na nderoft me titullin shërbëtor të Islamit dhe të muslimanëve në veçantë dhe të njerëzisë në përgjithësi. Allahu na mëshiroft si për tokës, poshtë tokës dhe ditën që krejt para mallnisë tij të dalin për tokës, na boft pa epër, të qëndrueshëm deri në fund për ta mbrojtur drejtën dhe të vërtetën dhe për ta luftuar mashtrimin dhe padrejtësinë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.